Të nderuar qytetarë të Arcës, motra dhe vëllezër, të nderuar lider të Vlenit, i nderuar shef i shtabit Adnan Azizi, të nderuar funksionar të Vlenit, i nderuar barsi listës zotëri Lavdin Farizi, kandidat dhe kryetari i arshëm i të Arcës, zotëri Daut Memishi. Sonte jemi bashkë për një betejë për dinjitet, për drejtësi dhe për të ardhmen tonë si shqiptarë, këtu në vendin tonë, këtu në të Arcën tonë. Vleni është më shumë se një emër, është një mesazh, një thirrje që ne shqiptarët vlejmë. Vlejmë për zhvillim të vërtet, për arsim cilësor, për ekonomi që sjell mirëqenie dhe për një administratë që nuk diskriminon, por respekton qytetarin. Të Arca që për vite me radhë është lënë në harresë, e mbajnë mend vetëm kur vinë zgjedhjet, kur vinë për vota, por tani është koha që edhe zëri i Arcës të dëgjohet fort. Mjaft më me përfaqësim simbolik. Koha është që Vlen të jetë zëri juaj në vendimmarrje, zëri që nuk përkulet, por që kërkon me dinjitet dhe që punon me drejtësi. Kandidati in, zotëri Daut Memishi, është njeriu i duhur dhe në vendin e duhur. Jo për fjalë të mëdha, jo për fjalë të mëdha, por për punë konkrete. Ai është njeri që nuk fshihet pas karikeve, por del përballë popullit. Ai është njeri që i di se si ra zemra e të Arcës. Ai i di nevojat e fshatrave tonë, nevojat e të rive tonë, nevojat e fermerëve, nevojat e pensionistëve, sepse Dauti është lind dhe është rrit në të Arcë. Jo si kundër kandidati i cili ka ardhur në fushat si paket dhe besoj që mbas fushatës si paket do përcillet për në vendin e vetë. Vlen është presa e re, Vlen është zgjidhja, Vlen është ndryshimi që nuk falet, por fiton me dinjitet. Të dashur qytetar, fushata është e shkurtur, por vendimi juaj do të zgjas 4 vjet. Votoni me zemër të pastër dhe me mendje të kthjellët. Votoni për të ardhmen e fëmijëve tuaj. Votoni Vlen që në krijet e Arcës të jetë njeriu i duhur, Daut Memishi, me bartës liste Lavdin Farizi dhe me listën për këshilltarët. Më 19 tetor, votoni numrin 7, votoni për ata që ju respektojnë, votoni për Vlenin. Vlen për të Arcën, Vlen për shqiptarët, Vlen për të ardhmen. Faleminderit dhe na prit të mbarë.